Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Richard Grenell, i dërguari për misionin special i presidentit amerikan Donald Trump, kritikoi sërish Bashkimin Evropian për dhomat e specializuara në aku përmbahet ish presidenti i Kosovës Hashim Thaçi. Përmes një postimi në rrjetet sociale, Grenell u shpreh se Europa ka dështuar dhe nuk po reagon në lidhje me padrejtësinë që po i bëhet Hashim Thaçit. Sipas tij, ish presidenti i Kosovës duhet të padis hakën në gjykatën amerikane. Ai kritikoi dhe presidenten e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, duke u shprehur se nuk ka bërë asnjë reagim për faktin që gjykata e Hagës mban për 5 vite në paraburgim Hashim Thaçin, vetëm se ky i fundit do të takojë me Donald Trump për një marrëveshje paqe që përfshinte shpërbërjen e punës së Jack Smith dhe gjykatës. Pas Rusisë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës i rikthehen testimeve bërthamore. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump njoftoi rifillimin e menjëhershëm të tyre. Për shkak se vendet e tjera po testojnë programe, unë kam udhëzuar Departamentin e Luftës që të fillojë testimin e armëve tona bërthamore mbi baza të barabarta, shkroi Trump në një postim në platformën e tij Truth Social. Ky proces do të fillojë menjëherë, shtoi ai, pa specifikuar se cilat armë do të testoheshin. Njoftimi erdhi pak përpara takimit të Trump me presidentin kinez Xi Jinping në Korenë e Jugut. Shtetet e Bashkuara dhe Kina janë fuqi bërthamore, së bashku me Rusinë, Mbretërinë e Bashkuar dhe Francën. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Italia ofron bonus për nënat që punojnë dhe kanë 2 ose më shumë fëmijë. Instituti Kombëtar i Sigurimeve Shoqërore në Itali udhëzon aplikimin për shpërblim ujor prej 40 eurosh. Bonusi është i disponueshëm për nënat me 2 fëmijë derisa fëmia i dytë të mbush 10 vjeç dhe për nënat me 3 ose më shumë fëmijë derisa fëmia i tyre më i vogël të mbush 18 vjeç. Bonusin e përfitojnë gratë e punësuara në shtet ose privat, duke përjashtuar punonjësit e vetë punësuara të regjistruara në skemat e detyrueshme të sigurimeve shoqërore. Të ardhurat vjetore të fituara nuk duhet kalojnë 40.000 euro. Shuma mujore prej 40 eurosh e përjashtuar nga taksat do të paguhet nga instituti në një pagesë të vetme në dhjetor 2025 ose deri në shkurt 2026, duke mbuluar deri në 12 pagesa mujore për një maksimum prej 480 eurosh në vit. Zgjerimi i prodhimit të energjisë diellore në Gjermani çoi në uljen e çmimeve të energjisë elektrike me 15% duke ndihmuar vendin të kursejë miliardë euro çdo vit. Të dhënat janë publikuar në studimin e kryer nga firma këshilluese Enervis me porosi të shoqatës gjermane të industrisë diellore. Megjithatë, Ministri i Ekonomisë e Gjermanisë, Katrin Reisch, planifikon të shkurtojë subvencione shtetërore për instalimet e reja të vogla diellore me arsyetimin se ato janë të leverdishme për konsumatorët edhe pa ndihmë shtetërore. Konsumatorët gjerman që vendosin panele diellore në çatinë e shtëpisë dhe furnizojnë energjinë e prodhuar në rrjet, marrin një shumë fikse për çdo kilovator për një periudhë 20 vjeçare. 5 të arrestuar nga autoritetet franceze për vjedhjen në Muzeun e Louvrit më 19 tetor. Sipas mediave franceze, një dyshuar i fundit u kap në Paris mbrëmjen e së mërkurës dhe ndodhet në paraburgim. Hajdutët përdorin një ashensor lëvizës për të ngjitur në muze dhe thyen dritaren që çonte në Galerinë Apollo, vitrinën e muzeut për xhevajire të kurorës franceze dhe vodhën thesare mbretërore. Grabicët arritën që të merrin 8 bijuteri, stolitë e mbretëreshës Marie Amélie, varse dhe vathat e Marie Louise, me një humbje të vlerësuar prej 88 milion eurosh. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.